Show! Fullship Show! Fullship Show! Fullship Show! Na jena diaspor, na jena Fullship Show. Na jena diaspor, na jena Fullship Show. Full. Na jena Fullship Show, na jena Fullship Show. Na jena Fullship Show, na jena Fullship Show. Fullship Show. Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Fullship. Apo vjen së mbyti malli, shpirtin e kam pik të hallit. Apo vjen, a di na frim? Ju. Po du me të po! Mirëmbrëma gjithëve, mirë të gjejmë shpituaja nga emisioni i parë dhe i vetëm nga diaspora shqiptare, Universiteti i emisioneve në diasporë, për 9 vite rrallë. 9 vite. Për 9 vite rrallazi, çdo të shtuar në radio televizioni Seni, dhe në rrjetet tona sociale shumë të klikuara në mban botën. Marash, Mirë se erdhe. Ç'është kom ty? Mirë, O love si kalove. Ti ç'është? Am gëshëtit kun të kohët e fundit? Kohët e fundit, pak. Jo. Pak. Jo Ma shumë. shumë të punu jam kon. Apo ndihesh komod? Komod. A je mirë aty? Jam mirë. Për një me? Tip top. Hajde të ndrojmë venet. Hajde të ndrojmë. Hec. Hajde. Hajde ndrojmë venet këtu. Hajde këshirë njerë. Hajde ta shohim se s'ke modruar asnjëherë çatu më duket apo? Këtu, jo, hala jo. Jo. Hajde të ndrojmë ta shohim se si ndihet Marashi këtu. A mirë të skaletat mia vëlla? Që bro. Faleminderit. Hajde Marash vazhdo. Unë Në jam moment. Marashi, tash ti Altini. Të Hajde. shakon Altini. Kështu kisha po. Të dashur teleshikus. Shpresoj që e një mirë këtë. Bravo. Altin, që që e mirë, me shnet, mirë. Ja Marash jam unë. Marash, që që e mirë, me shnet. Mirë Altin. Mirë. Ti mirë. Mirë, dhe unë falenderoj. Unë Marash jam serioz, nuk baj se ti si budall. Tash Budall ti më qa- thon Altini ti. Po them ej. Ti qakon Unë jam- Altini që shtu. Po, të shkru, të bë më vetë. Ani Marash, Hajde. a i shëtit pak, a heq? Jam konë në Barcelonë, në Spajnë, në Barcelonë? Kinë. Po, ka shkon ti o vlla? Në kin? Po, në Kinë jam konë. Ka shkoj unë? E qka ki bu në kin? Ha, çka kam bën në Kinë? Kam shku me kuptu apo muj me i dallu kinez për njëri tjetrit. A dallojnë as dallojnë. A mujtë? Shumë vështirë, shumë një lloj Po, a? duken mua. Po, çaj është interesant Altin. Trego, Është po. interesant se edhe ata për neve po mendojshin që jena një lloj të njëjtë dhe s'po mujna me dallu me njëri tjetrin. Pra, njëjtin opinion shush e kena na për kinez. Po. Kinez po mendojshin për neve që s'dallojmë shumë për njëri tjetrit. Po ka ndalimet më dhaja? Çfarë imitimi të fort, a? Ku e marrë pula? Hajtë me imitoti unë. Po përveç ty s'di olla se ti je perfekt me të thënë drejtën. Ti je, se unë jam me të meta, ndoshta e kam një gabim në të meta, kam kurse ti je pika djalit ideali mirë, modern mirë, je serioz, tregon pozitivitet, tregon inteligjencë, tregon ose di ç'është me të imitu, veç e di që Veç është ullë në nashë pak. I krehun, i ulën Pa, mirë. sa është pak Ka ma- herë të më këshyr musha po baj, me edhe në kam me hangër diçka ka herë sa të marr unë kur më lëshon. Edhe që kaç, më shumë. Që kaq. Ja, perfekt je Marash. Luçi. Faleminderit edhe ti. Atëherë po ja nisim na për me bo reklamat e emisioneve. Ti bojmë. Atëherë, vielen Dank i bas. Unë e gjermanisht demek. Hajtë, a mund është gjermanisht I vajzit. Also ich probiere, du bist Schiff und wir bei Germanisch Okay. getrast. IBAS ist eine Institution, Geldinstitution, Finanzinstitution, was, wenn du das Applikation IBAS machst, Schkarkim in Telefon, wenn du Schkarkon in Telefon das IBAS, automatisch kommt bei dir 1000 Euro. Kredit. Kredit. Zinslose Für Kredit. 30 Tagen und ohne Interesse. Das ist unbedingt. Und hast du 3 Transfere gratis von Diaspora in Kosovo. Egal was ist der Geld. Ist wenig oder viel Geld, oder? Qashtu, pre 1 euro deri 1 milion. Von 1 Euro bis 1 Million ist gratis. Du zahlst nicht Gebühren und so. Also, und hast du für Gesundheit, Versicherung 25.000 Euro. Okay? Sigurim spitalor. Sigurim Spitalor. Das ist Bravo. alles von Marash, von mir. Bravo. Danke, Ibas. Bravo, shumë mirë. Hap në gjirë llogarin të institucioni financiare IBAS
dhe zgjedheni paketën Integra dhe e merrni automatikisht 1.000 euro kredit pa cins, çështot, Pa interes. Pa interes, bravo, faleminderit. Për 30 ditë dhe 3 transakcione pa pare, Bukur. prej 1 euro deri në 1 milion, ku më di. Pavarësisht shumës. Po plus një sigurim shëndetësor spitalor deri në 25.000 euro vetëm me IBAS. Vielen Dank, IBAS! Bra. Also, vielen Dank, Pristina Ticket. Du flugst mit Pristina Ticket von Zürich. Du flugst? Flugst, oder? Du fliegen. A ka thonë mirë, du Ja, flugst? nein, wie heißt das? Flugen. Flugen. Also, du flugst mit Pristina Ticket von Zürich, von Basel, von Geneva, ohne Turbulenzen von Pristina. Und auch von Pristina in Geneva, in Zürich, in Basel, ohne Turbulenzen. Und in Gepäck, in Lux, Flug, von Flug, ist inklusive auch das Gepäck und Handgepäck und Valise-Gepäck und alles. Ist inklusive mit Preis und guter Preis mit Pristina Ticket. Vielen Dank, Pristina Ticket. Vielen Dank. Zgjedheni vetëm Pristina Ticket, fluturime direkt, drejt për drejt nga Basel i Ciriu dhe Geneva deri në Prishtinë dhe i keni në çmim, i keni rezervimin e karikës? Po, ashtu? Ulsës, po. Ulsës, po, check-in dhe gepekin deri në 20 kg inkluziv. Vetëm me Pristina Ticket. Faleminderit shumë. Tash, Ja, Germanisch. danke vielmals, Ozon Hair Klinik mit der beste Doktor Arzt. Nein, Arzt. Mit beste Hartarzt-Transplant in Kosovo von Istanbul haben gekommen in Pristina. In Ozon Hair Klinik hast du die beste mjek für Transplanthaare in Ozon Hair Klinik. Qashtu, faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ozon Hair Klinike, ekspertët e Stambollit kanë ardhur në Kosovë për mbjelljen e flokëve. Mbjellni flokët edhe dukeni sa më mirë. Vetëm në Ozon Hair Clinic. Faleminderit shumë. Vielen Dank, Herr Fisnik Mekaj, der beste Zahnarzt in Pristina. Advanced Dental ist #1. Wegen hat Patient al Kfor in Kosovo. Hat Patient Ali Ambassador, was ist in Kosovo mit Mission, ist Patient von Advanced Dental. Vielen Dank, Advanced Dental. Faleminderit shumë. Advanced Dental Center në Prishtinë, dentistët më të mirë në Kosovë që i kanë Kforin ekskluzivisht edhe krejt ambasadat e Kosovës që shkojnë vetëm në Advanced Dental. Faleminderit shumë. Beste, der beste. Vielen Dank. AM Food ist die Fabrik, die größte Fabrik in Basel, was hat Misteron und hat Mischnium und hat alle Produkte von Balkan. Fleisch. Fleisch, ja, Fleisch. Fleisch. Hey. Hat Thoutfleisch und Niumfleisch. Trockenfleisch. Trockenfleisch, Nium. Frisch, ja. Frischfleisch und Trockenfleisch. Und alle Produkte, was ist von Venlindia, von wo haben wir geboren? Venlindia, oder? Heimat. Heimat. Was ist von Heimat? Ist mit Hana-Produkt. Alle Hana-Produkte ist von Einfood. Shia Venlindias, oder? Faleminderit shumë. Shia Venlindjes këtu që prodhohet këtu në Zvicër, në Basel, AM Food. Faleminderit shumë. Kretë produktet e Ballkanit edhe brandin e vet që kanë me emrin Hana, që prodhohen kretë nga AM Foodi me cilësinë më të lartë. Faleminderit shumë. Danke vielmals, M-Transport. Alle Albaner, was ist in Deutschland und in der Schweiz, wenn Sie haben, nicht lachen bitte mit meinem Deutsch, okay, danke vielmals. Ist nicht korrekt mein Deutsch, oder was? Ist nicht gut, oder? Ist nicht gut, ja, du lachst für das, ich weiß. Also, alle Albaner in der Schweiz oder in Deutschland, was haben Material zum Bringen in Kosovo mit Kamion? Nicht vergesse das M-Transport. Das M-Transport ist wirklich sehr gut und interessant und Sicherheit und schneller und ja, das. Faleminderit shumë. M-Transport, prej derës deri në derë, i transport kretë materiale që doni me çu deri në Kosovë ose prej Kosovës deri në Gjermani edhe në Zvicër, vetëm me
M Transport. M Transport. Faleminderit shumë. Unë besoj që Altini e meriton një dorë trokitje për gjermanishtën që e ka përmirësuar. Ne kam po lërë. Për një ma, Kam huk ka njëherë. Ka njëherë më vjen me ditë, ka njëherë harroj, bro, nuk e di pse. Mirë këtë. Interesant. Ja, mirë se kom ditë, po të paktën unë kam i gjotë mirë, ndoshta nuk është e mirë, po dita nuk dita, frem unë e flas. Ku do që jam? Qashtu do të me konë. Edhe pse më qeshin, ndoshta unë nuk ndalona, unë e vazhdoj me fol keq edhe mirë, e flas këtë gjermanishtën time, sepse unë e kuptoj që ai më kupton edhe pa ditë më folë din se ç'kam të dash me thonë. Iniciativa është shumë gjë e mirë në fakt. A shumë e rëndësi edhe të unë për shembull shqipe nuk e foli perfekt, po çështu e fol gjenerata e dytë, gjenerata e tretë. Ti e bë prof i gjuhës shqipe tash. Shikoj ki orën e mësimit, ti je profesor i gjuhës shqipe sot, i mëson shqipit. Faleminderit që na zbulove këtë gjatë pa ditme. Faleminderit drejtor. Respekt. Dërshi më thon diçka drejtori betimi se në fillim kur ka marroshi s'ka ditë veç siguron që tash gjermanisht apo jo. Po. A do zbuloj kjo ajo? E zbuloj, po. Faleminderit për këtë zbulim madhështor që ke bë. Sikur çek që kanë Për drejtorin, një dorë trokitje. Faleminderit drejtor. Të dua. Ani Marash. Çfarë tash? Altini apo jeti mësuesi apo unë Marashi? Sot ti je një herë. Atëherë unë jam Marashi, po Marash. sikur ti. Vazhdojmë me rubrikën Mësoship, Okej. që realizojmë në bashkëpunim me Autoritetin i Mediave Audiovizive AMA. Atëherë, duke falendëruar Autoritetin e Mediave Audiovizive AMA, me kryetare zonja Armela Krasniqi, për kontributin e vënë dhe të madh që ka dhënë për t'i zëvendësuar shprehjet e huaja në media dhe në radio, ku realisht e dëmtojnë gjuhën shqipe. Ne nga AMA kemi bashkëpunim të ngushtë me Fol Shqip, Mëso Shqip. Pra, të dashur teleshikues apo të dashur njerëz që përdorni fjalë të huaja në media apo radio, media audiovizive, ju lutem mos i përdorni këto shprehje në studio televizive apo në shtëpitë tuaja me familjarët tuaj. E para, konotacion. Është shprehje huaj. Konotacion ka marrë një konotacion tjetër, kemi një konotacion tjetër. Pra, zëvendësohet me kuptim. Kuptim, ku ka gjë më të mirë se sa kuptim me i dashur mësues Altini. Pra, domethënë, kuptim është më e mirë se sa konotacion. Edhe as nuk tingëllon aq mirë në gjuhën shqipe konotacion. Nuk tingëllon, kuptimi tingëllon shumë mirë. Shkon. Atëherë, tjetra shprehje e huaj që është jo e mirë dhe nuk ka nevojë ta përdorim përderisa e kemi shprehjen tonë shqipe. Diversitet. Diversitet nuk është shqip, bie poshtë. Nga autoriteti media audiovizive, diversiteti bie poshtë nuk duhet përdorur. Kemi shumë llojshmëri në gjuhën shqipe i dashur mësues. Shumë llojshmëri. Pra diversitet është e huaj kurse shumë llojshmëri, pra shumë lloje, është shqip. Është shumë e kuptueshme. Shumë mirë, shumë llojshmëri. Impact. Impact. Pra Marashi ka impact në zgjedhjet në Zvicër, fjala bjen. Supozojmë. Është shembull. Shembull, por impakti bjen me ndikim. Marashi ka ndikim, jo impact. Shumë mirë. Fjala precizuar. Precizuar. Po. Për ta precizuar, që shprehet disa herë, e precizojmë është preciz, nuk duhet të përdor i dashur mësues. E kemi fjalën saktësuar. Po, saktësuar, ku ka më mirë se sa saktësuar? Pra i saktë vëlla. Shumë më mirë. Po. Parcial. Parcial. Po, parcial është përdorur dhe përdoret nëpër media audio dhe vizive, nuk duhet përdorur. Parcial bëhet zëvendësohet me gjuhën me shprehjen shqipe pjesor. Pjesor. Shumë pra pjesor kuptohet, e pjesueshme. Fjala progresoj. Progres, pra kemi bërë një progres. Pra nuk duhet të them që ne si emision kemi bërë një progres. Ne kemi përparuar. Po, përparim. Pra, kemi ecur përpara. Po. Progresi bie, zëvendësohet me shqip përparoj. Këtu në fjalë backstage. Në showbiz përdoret shpesh. Në showbiz po jemi në backstage, ja për shembull gjithë ta në backstage mbrapa. Nuk duhet të përdorur kjo fjalë backstage, por prapa skenë. Pra skena është kjo, prapa skenës është kjo. Realisht edhe mbrapa te është skena, mbrapa skenës është në anën tjetër. Pra backstage-i zëvendësohet me prapa skenë. Shpresoj që kemi përparu në gjuhën shqipe. Shpresoj edhe unë që kemi përparuar dhe
E falenderojmë edhe një herë, po, autoritetin e medjave audiovizive, ama për Zoni Armela Krasniqi, respekte, faleminderit shumë për kontributin dhe punën që bëni. Faleminderit shumë. E kemi një misafir shumë të veçantë këtu në studio, po para se ta ftojmë misafirin këtu. Ku kemi trokitur? Ku kemi trokitur? Ku kemi trokitur sonde? Ku kemi trokitur A doni me po? A doni me pa? Ta shohim.